Salam aleikum, roba djalit 1 vjeç e gjysëm i kam gjetur të grisurat të paluara në orman. Çfarë të bëj? Mas pari, mos më friksu, me marrë me qetësi, këtë gja, e jo me fillu më u bo vezvese ose me hup orientimin, nuk do më thonë kur gjë kja, ka zgjidhje alternative dhe për këta. Gjaja parë është me këshyrë në familje, kush mundet më marrë me këto budallëqe. Nëse nuk gjana s'kand, prape merë qatë robë, lexoje disa pjesë të Kuranit të cilat ti din, nëse din surën Fatiha, merë një ujë, një gotë ujë ose diqka, fryje që do 7 herë me surën Fatiha, Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas. Nëse nuk i din këto, çka din ti? Por me bindje të ndihma e Zotit, pastaj merr atë robë fute në ujë, prej aty leje le të terret, mas i terret roba, merr digje. Nëse të përsëritet 2-3 herë, shko te hoxha, fry një shishes ujë. Nëse prapë përsëritet këshire, vene një kamerë, këshira ka dikush që po hynë dhoma po jo. Edhe kështu, kryhet çdo sen, mos e baj gale. Allahu është ndihmësi yt. Mos e humb kurrë shpresën prej tij.